Ke ndonjë peng, çfarë ka mbetur pa i thënë Lefter Çipës? Kur ishte gjallë, apo ja ke thënë gjërat? Jo, nuk kam. E vetmi gjë është, unë i kam bërë një premtim në periudhën e fundit të jetës fizike të tij, që të bëjmë në Pilur muzeun e fjalës. Edhe me atë idenë që nuk do të ishte një muze për Lefterin, për babain, por një muze që për grupin e Pilurit. Një muze për atë, le themi, tipologji të kulturës dhe produktit kulturor që u soll në 100 vitet e fundit në Pilur. Dhe kjo është një gjë që më krijon një, le themi, një pengun e realizimit, jo të... Po është duke u realizuar. është duke realizuar, po them kjo, nuk kam gjëra të tjera dhe pjesa tjetër që ka një pjesë të krijimtarisë ende të papublikuar. Ai ka dhe një kolan me kulumtimet poezisë orale, shqiptare kryesisht nga Shqipëria e Jugut, që ajo do të ketë një vlerë të posaçme, mendoj unë, për studimet albanologjike dhe për etnokulturën në verb në hapësirën shqiptare. Sandro, unë bëra një intervistë me ty, ti fole shumë, me mirënjohje natyrisht për Lefter Çipën, për babain tënd, që s'nguron kur së foluri, fole për të tjerët, po në fakt kjo mënyrë të folurit për tjerët, edhe si një djalë kaq si Sandro Çipa për teatrin, më shumë folën për ty. Ky është Sandro Çipa që nuk di të tregoj punën e tij, nuk di të tregoj kontributet e tij, që në fakt janë të shumta, siç e pam që në vitet 90. Edhe kjo flet shumë për ty. Dhe unë falenderoj shumë që pam këtë anë tënde sot. Se që ti je gazetar, analist dhe mendimet e tua në i shojnë në studiot në e mbrëmjes, në për studio televizive, ku ti i jep kënd në moment saktuar edhe opinion publik me mendimet e tua, dhe unë falenderoj shumë që ishe këtu sot. Unë ju falenderoj sepse më dhat një kujtim. Faleminderit, Sandra, e vlerësoj shumë.